mundësia për mu pajis me dokumenta, ketë falë emisionit tënd, falë njerëzve cilë. Di që më ratë rrugën, dhe më thonë, për qafoj fëmijët e mi se nuk e dja do të kthejnë. Që veç dikush me dalë, veç një ditë me jetu siguron. Edhe çka do me thonë që ke puna që unë nuk kam dokumenta. Falë emisionit rrëfimjete, ai është pajisur me dokument identifikues. Jem njëri shlirë, më me thonë, njëri hiq. Më kanë shkru shumë njerëze, a është e vërtet kjo që pe deklaron musafirin në studio? Jeta pa dokumenta ti mund me llogarit vetën heq. Person 35 vite pa dokumenta është e pabesueshme. Njerëzit nuk janë kompetent për qatë punë shka ti shkon mu drejtu të qaj. Nëse... Mendon që sikur me jep para rregullon dokumenta? Kështu mos pas pare tu gjutë se kisha blej dokument. Sa ka qenë vështirë për ty kur I ke pa njerëzit me dokumenta dhe kanë lëviz vendet ndryshme edhe pasi që ka dalë në fakt emisioni ku pas Dyrçel, ju kon më mik pritën. Komentet pothuajse të gjitha kanë qenë pozitive, nuk ka pas ndonjë koment negativ. Po. Falë emisionit tënd, unë jam sot me dokumenta dhe janë shumë një shumicë e madhe në komunën e Gilon. Gilon me ardh më të falenderu për ato që ti e ke bu për mu kjo mundësia jote vetme. Ju ftojmë që të bëni pjesë të udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfimjete me Bakiz Xhiri. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju të cilët po na ndiqni në këto momente në emisionin Rrëfimjete. Ky është emisioni Rrëfimjete, sjellim rrëfime të ndryshme të personazheve të ndryshme të cilët të vinë në këtë studio për të rrëfyer shumë çka për jetën e tyre. Sonte në këtë studio do ta kemi një rikthim të një historie para 2 vite ashtu. Në këtë studio na ka ardhur një djalosh nga Gjilani I cili na ka shkruar në rrjetet tona sociale për me qenë pjesë e emisionit dhe sipas tij, ai 35 vite ka qenë pa dokument identifikues dhe ka qenë në këtë studio duke rrëfyer për jetën e tij. Imagjino një histori shumë e dhimbshme, të jesh një 35 vjeçar dhe të jesh një familjar dhe mos të kesh dokument identifikues në këtë shekull me të vërtet është shumë e dhimbshme, për shkak se të vështirëson për qarkullim, për me lëviz në vende të ndryshme, gjithashtu për punësim e për shumë çka. Me ne në studio sonte do të jetë Fitim Bajrami, I cili falë emisionit Rrëfimjete ka arritur që dokumentacionin që ta ketë në duar dhe ai ka dashur që të jetë sërish në emisionin Rrëfimjete që të falenderoj emisionin për bashkëpunimin dhe falë emisionit Rrëfimjete, ai është pajisur me dokument identifikues. Mirëmbrëma Fitim dhe mirë se erdhe në studion tonë. Kënaqësi që sërish që të kemi në emisionin Rrëfimjete, po kësaj radhe me një farë minifeste. Po, arsyeja që ku marr për herën e dytë, për herën e parë që din, arsyeja për herën e dytë që ku marr në emision është se për shkak të emisionit Rrëfimjete, që kam qenë para 2 vite sa pi vjen, domethënë unë para 2 vite kam qenë siç e kam cek, mos ta ripërsërisa prap njëjtin muhabet, domethënë jam qenë shumë njëri I humbur. Pas emisionit që e kam bën, pas njerëzit që më kanë marrë në për pyetje, në për kudo që kam shku pas emisionit, domethënë si cilën dere kam pas hapur, edhe mu ka lehtësu, domethënë mundësia për mu pajis me dokumenta, ketë falë emisionit tënd, falë njerëzve që mas asaj emisionit domethënë kanë thirrë, më kanë ofruar ndihmë, domethënë për shkak që unë nuk më kon shumë edhe nuk më kon shumë gjendje edhe me ditë mu ku me shku, për shkak që pa ta argjit domethënë. Pa ta met në rezervë, domethënë, të çito dera për me trokit, kështu që faleminderit për teje, për emisionit tënd, për njerëzve që në Prishtinë, në Gilanë, kudo që kam kontaktu, domethënë, jam shumë falenderues për tyne, më ka lehtësu puna shumë më shumë. Tashmë po që jam bo me dokumenta, domethënë, jam si më thon diçka që unë nisi më gjallë, më si më thon. Do të kalojmë në pjesën e dytë. Ne fillimisht e kemi përgatitur një material, një përmbledhje të emisionit të parë, si Fitimi ka qenë I zhgënjur me gjithçka që ka kaluar 35 vite që ka qenë pa dokumenta. E ndjeku materialin dhe rikthehemi në studio. Tash e 35 vite është
pa dokument identifikues. Ai është i lindur në Gjilan, ndërsa ka jetuar shumë vite në Bujanovc. Sonte do të na vije Fitim Bajrami, i cili do të rrëfen për jetën e tij për më shumë ndiqeni rrëfimin e Fitim Bajrami. Qëndroni me ne. Unë nuk kam dokumenta dhe jo rrallë herë ose muj me cek, nuk e di se sa herë me numra, mirë po kam trokit se cilën derë komunës Gjilanit. Çka do të bëhet edhe çka do me thonë që ke puna që unë nuk kam dokumenta. Unë jam njeri pa dokumenta, jam njeri pa punë, jam njeri shlirë, mund me thonë, njeri hyç, pa ekzistencë. Prej 2019-ës, unë nuk lo derë pa trokit për drejtat e mia, për dokument, edhe nuk marrë kur farë përgjigje. Po sa ke qenë në Bujanovc, ke pas dokument? Absolut kur një theq. Është të më bo një pa drejt shumë e madhe, edhe nuk jam të ditë një arsye, edhe nuk e di mu ku du të me shku. Edhe me që dokumentu nuk më shku në komunën e Gjilanit. Që to në shtetësia është, do me thonë, e zbrazët. Ku edhe doket që une gjithaj posedoj numër personal, do me thonë, krejta që të janë të vërteta e se janë të mijat, që veç dikush me dalë, veç një ditë me jetu siguron. Një ditë le del dikush jeton siguron. Thash vetës ose jam shumë i lodhën, apo nuk me kuptoj, po më thëtë kjo njeri 35 vite dhe une nuk kam asë njëherë një dokument, është diçka shumë e pabesueshme. Po, çdo ditë që e marat rrugën, dhe me thonë, përqafoj fëmijët e mi se nuk e dja do të kthejnë. Binë me një pikë ku ti dush definitivisht mi dhon fund jetës, se çështë pa dokumenta si jetohet. Fitim, ke kërkuar përkraje nga mediumet, nga gazetarët për këtë çështje, që të paktën ta kesh edhe dikon për mbrapa vetës, që të dalin krah edhe thjesht e din veten që ke drejt ta kanë një dokument. Për punën e gazetarëve dhe të mediumeve nuk kam kërku kurrë për arsye që nuk kam ditë ç'ish me arrit deri te ta, për fat mirë. Me një emisionin tonë këto, të kom po edhe shkon për emisioni vetë rrëfimi i jetës, cilën e kiti, edhe që aty kom mendoj që të kom shkru i ka një javë e tepër, e që sa, të kom shkru dhe automatikisht më ke përgjigje dhe përgjigja jote, pe pyetjes teme që ju konë ako mundësi, diçka me bo për mu konë, që ti me çdo kusht je njeri parë që do me thonë, që e ke pranu ftesën tem për qëtë punë. Edhe të falimderona shumë, derisa kom marrë në emision këto, ma keq jam unë se një njeri që është invalid pa kon pa dur. Se realisht unë jam njeri masakoti në Kosovë. Kështu që durimi i ka rënjët e thella, kështu që vjen edhe mira patjetër. Faleminderit shumë ju që më keni ftuar në emisionin e ju. Faleminderit shumë që më keni ftuar në emision. Edhe jam shumë mirënjohës personalisht për ty që më ke shkruar dhe më ke thirrë. Të në kohën ka nejtë, do me thonë, me mu, për pas djetë që s'kom pas mundësi mu të lajmëru, se të tregova dhe ku kam qenë, do me thonë, deri në këtë ditën e sot, kom vesh prapa me, falenderit shumë për zemrës që. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar emisionin për sot. Një rrëfim shumë interesant, një rrëfim që na kalon me gojë hapun. Shpresojmë që shumë shpejt do ta kemi Fitimin prap në studio këtu, po do ta kemi me dokumenta. Sepse ai në emisionin Rrëfim Jete tregoi shumë çka, 35 vjet pa dokumenta. Imagjino të kërkohet vazhdimisht një dokument, edhe që jesh një prind i 5 fëmijëve dhe mos lëvizësh fare duke mos pasur dokumenta apo mos të kesh mundësi të punosh, me të vërtetë është e tmerrshme. Besojmë që shumë shpejt do ta bëjmë me dokumenta. Ju vazhdoni të qëndroni me emisionin Rrëfim Jete e ne shihemi në rrëfimet tona të radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Fitim, e dëgjuam një përmbledhje të materialit që ishte në emisionin dikum para 2 viteve Rrëfim Jete. Triktheva mrapa me gjitha këto akuza që ke bërë ndrejt njerëzve të cilët kanë qenë kompetent
për me rregullu dokumentat edhe ka qenë çdo gjë e pamundur, kanë kaluar 35 vite. Dëgjoj, nuk është që unë në atë kohë kum pas, domethënë, i kum akuzu njerëzit, nuk kum akuzu njerëzit, që me thonë, i kum akuzu vetëm njerëz kompetent që nuk janë marrë me këtë punë. Domethënë, u dash me prit me dalë në për emisione, domethënë, me shku një diçka virale, pa tjetër duhet me dalë që dikush me arë me thonë, nalë stop se që nuk është puna në rregull. Do të thotë, nuk e kum bon ato pa hiri. Ma çfarë kum shku te ata, e kum trokit në derë, e kum kërku, domethënë. Thjesht një diçka që është e jemja. Ke kërku drejtën tonë. Po, drejtën teme. Asgjë që nuk është e drejtë nuk e kërku. Po, jashtë ligjit unë absolut kurrë nuk kum bë dhe nuk ka pas mundësi. Mundësit janë kanë, por nuk kanë dashur. Edhe tash masi që krejt që të sa në bënë, nuk është që vetëm unë du me të falemderu ty si emision në jote, mirë po me sa e di, unë e dikon për afër 14.000 banor të Luginës për shembull, domethënë kanë qenë pa dokumenta dhe janë kanë njerëz që nuk, kur e foli këta pa dokumenta, shumica e njerëzve i mendon që është një letër njoftim dhe është shumë sen i thjeshtë. Domethënë, por nuk është shumë i thjeshtë. Mas probleme, gjithçka mundesh me arrit, me bo, por në diçka që nuk e ki mundësinë me bo, që varet për shtetit të shumë probleme. Edhe 14.000 veta të Luginës, domethënë janë fal emisionit tonë. Fal guximit tim se edhe për me dalë në për emisione është një farë, duhet me pas një guxim, duhet me pas një vetë besim, duhet me qenë i sigurt në ato që pa kërkon. Domethënë ka shumica prej tyre që i takoj pi kafe me ta dhe me një farë forme falenderojnë se ata kanë gjetë një rrugë ku duhet mu adresu për punën e dokumenta. Emisioni, kur e kemi publiku, gjitha ato kërkesa tua që ke pas drejt kuvendit komunal të Gjilanit kanë qenë akuza trona, po me gjithat ka qenë drejt e jotja për shkak se ti ke qenë pa dokumenta. Ka qenë një emision viral edhe më kanë shkru shumë njerëze, a është e vërtet kjo që pe deklaron musafirin në studio. Faktikisht ka qenë pa besueshme, fillimisht për mu, e pastaj edhe për shikuesit që kanë shikuar emisionin, se një person 35 vite pa dokumenta është e pa besueshme. Po me qenë se tash i ke marrë dokumentat, si ishte jeta jote 35 vite pa dokumenta? Unë e kom cek edhe në emisionin e kalum. Më thonë, jeta pa dokumenta është me gjas, dikon e kam një frekuencë shkurt, dhe më thonë, jeta pa dokumenta ti mund është me llogarit vetën heq. Kjo puna heq i bjerë ma mirë është mos me egzistu. Se sa që egziston këtë dunjo. Dhe më thonë, ti pa dokumenta je një njeri që edhe nëse ndodh me të ndalu policia, se një parë që do me thonë që dush me prezentu kush je, edhe çka je. Unë do me thonë edhe pse më ka ndodhur policia, as nuk kum pas mundësi as me paraqit vetën se kush jam. Veç u dash më konë polici shumë i njofshëm, më njoft na fizikisht me ta. Tash, masi që jam pajis me dokumenta është diçka shumë normale. Do me thonë, unë jam punësu realisht. Jam punësu tash edhe këtu në fshatin se ku jetoj. Jam punësu, por nuk është puna vetëm te unë. Mos ta marrin njerëzit që krejt, do me thonë, unë u dash me arë në emision, me dal, me fol, që veç për si fitim. E kemi, do me thonë, edhe mërgatën, mos muj me thonë 50% e mërgatës, po thamë edhe ma shumë që 60% mërgatës, që kam edhe familjarë jashtë që kanë probleme me të njëjtin sistem. Do me thonë, dokumentat. Edhe ata i kanë... Do dhe që ka persona shumë si kur ti si po për në Kosovë nuk di shka me thonë, po ka mërgata që njoh shumë njerëz, kontaktoj me to e thot, më ka hub, do me thonë, shpresa, nuk po du me marrë as në Kosovë, kesh herë që nuk muj me vëlla me marrë kushfar dokumenti këto, nuk e di, nuk ka sistem. Njerëzit nuk janë kompetent për qatë punë shka ti shkon mu drejtu të qaj. Apo kupton se është edhe Lugina, po janë mërgata, jemi njerëz vetë ati që jetojmë në Kosovë. Kështu që e kom cek herën e kalume dhe prapë e ceki. Kosovë është bon shumë problem. Çka do që drejtohesh, për çfarë do kërkesë që ki, nuk do me thonë për dokument, për çfarë do lloj kërkesë që e ki, ose dush me pas shumë pare, kjo duhet pa tjetër me ndërgju këtë, ose duhet me pas shumë pare, ose duhet me pas shumë njofshëm. A mendon që sikur me jap
para rregullon Po, dokumenta? kështu mos ta tham sikur me dhon para, po korrupsioni tani është domethënë nivelin halon, nivel të lartë. A ka pas ndonjë rast që ke Po. dëgjuar që me Po, pagesë po, ka në marrë dokumenta? gjithmonë, po. Domethënë ka njerëz ku me pare, me pare ka marrë dokumentin, ndërsa unë që jam kon njëra pi shtresa më të ulta, domethënë që edhe me pas pare tu gjujtën se kisha ble dokumentin. Se unë Ti nuk e ke menduar një gjatë ja, me nuk, pagesë. edhe kur se kisha marrë me pagesë nuk marr kush letra. Se ajo është e jeme personale, jam takon mu. Nuk duhet me ble unë ato. E vërtetë. Po, unë nëse duhet me ble një shtëpi, një diçka, po pse me ble letër njoftimin unë? Ka njerëz që e kanë ble letër njoftimin në pajis, domethënë me edhe në çik kjo më ka bën një natë me dalë për emisione. Me bleni diçka që i takon. Po, më takon mu. Kjo i bjen sikur që me thonë, nëse ki pare, mund është me bërë gjithçka, po ka edhe për atyre që kanë shumë pare, bojnë harxhime shumë. Tash po foli, jo kjo shtresa që janë në Kosovë, në Lugin, po ka mërgata që vinë, që ka njerë që në është me mira euro i kushton një letër shumë e vogël, një bashkim familjar ose një ekstrat ose një certifikat, nëse nuk ka pare ballë, edhe nëse nuk ka të njohshëm, ai ka të marrë. Ka mund drejtu në institucionet, o po foli gjithmonë pe komunës së Zvion, pe Gjilanit. Sidomos Gjilani, komuna e Gjilanit, institucionet aty pare që janë kërsh. Aty kështu edhe kjo duhet më konë, kur thom kërsh unë e di një gjuhë tjetër, po thom kërsh, apo që për me në kërsh ata, nuk më kanë marrë dorë, kur mu, nuk e kam para po rastin tem kam fëmijë, domethënë ata nuk janë marrë me këtë farë punë kur. U dash me marrë dikush që ka shumë parë, me thonë çe parë ti bëj letrin njoftimi krye punën. Hala është ky sistem, domethënë është sistemi të nash ky. Fitem, me qenë se 35 vite pa dokumenta, na tregon ndonjë moment më të vështirë gjatë kësaj periudhe që je ballafaquar që nuk e pas dokumenta? Po. Momenti më i vështirë kon kur më kanë lënë dy djem binjak që i kam, kur kam shku te spitali, edhe u zhdash mu marr baba, domethënë prindi i fëmijëve. Edhe çajo kon njëri për momenteve ma i keq, domethënë edhe ma ironi që domethënë i na kon 4-5 veta të pa njohshëm edhe unë si prind, domethënë pa letër njoftimin kon i barabart me ata. Domethënë diçysh e kom një vetën sikur ata fëmijë, domethënë e kom një vetën si mos më kon të mit. Domethënë u dash mu largu për shkak dokumentit, u dash mu largu më të rjek vetëm që domethënë kjo është bashortja, fëmia shkojnë në Amëndësaj dhe në Biemën, për shkak që baba s'ka letra dhe me një forme as fëmia s'm takojshim. Sa ka qenë vështirë për ty kur i ke pa njerëzit me dokumenta dhe kanë lëviz vendet ndryshme, edhe sidomos në momentin që është bërë liberalizimi i vizave, sa ka qenë për ty vështirë kjo? Vështirë ka qenë normal shumë se për shembull shumë veni punës domethënë më ka hup. Kom pas mundësi, kom pas aftësi për me punu si në institucionet shtetit, si në privat, nuk është me rëndësi. Mirë, po kur i kom pa njerëzit i kanë pas pajisjet edhe nashti nuk u kon shumë ma javë se unë, mirë po aftësinë e ka pas që ajo u kon ligjërisht u kon shumë i drejtë. Edhe une, domethënë, ajo u kon njëna për atyne që nuk u kon punë lakmije, se kjo nuk është që është lotaria, bëden që me fitu. Mirë po mu më ka ardhur dyqysh një farloj natë që, domethënë, njëri është i gjallë, është i Republikës Kosovës, edhe i hup këta drejta. Tash unë kur ti bëj 60 vjet mu su vin mu, letra as punësimi, as avancimi, as kur gjove. Unë që të kohën, kur im konë në atë moshën që ku mujtë me arrit diçka, domethënë im konë jashtë, domethënë, im konë... S'po di që me spjegu pak ma ndryshe, puna kryesore është që im konë këti dalë tefteri. Ju vendoset me ardhë në emision, për herë të parë ka qenë për ty në një emision mu paraqit edhe me ndarë rrëfimin tuaj shumë personal me ne dhe me shikuesit tonë. E di që ke pas emocione, po njëkohësisht ke qenë edhe shumë i mblefosun edhe i zhgënjur për shkak që nuk ke pas dokumenta. Në momentin që u transmetua emisioni Rrëfimjete, se prit të tjerët edhe si ndikoj emisionit të tjerët kur të pa në emision me gjithë atë zhgënjem që kishe? Njerëzit që nuk janë në institucione, njerëzit për shembull, ato që s'u njohin, kum pas shumica për tyre janë konë, domethënë që janë konë me mu, domethënë kanë përkrau.
u konë që kjo vetëm alternativë. Nësa institucionet institucionet janë kallëzu shumë më të butë, ma cjellshëm. Ke pas qasje më të mirë? Po, vetë fjalla pi bjen që në ku mujtë mu pajis qatë shpejta, se i kom pas dyrë të hapta, kupton. Dhe me thonë, për që ato ku marrë edhe me e cekta, mu ka dasht me dalë me një emision, mu bu kritik kundër komplet komunës, që mu hapë dyrët. Pasi që jo më pajis me dokumenta, pasi që ka dalë në fakt emisioni, kom pas dyrë qelë, jo në konë maj mikë pritën, tash, apo e kanë marrë si kërcënim, jo kërcënim fizik, po kërcënim përmes medjave, nuk e di une, ata e din ma mirë, puna kryesore është që ata më kanë mikë prit, mi kanë tregu se ku duhet fiks me shku për këtë punë. Ndërsa të kalumën që para se me, ka thonë shko të dheqi, pe i dheqi të këllë të nënqi, ata e në kodë në gjithë qati për qati, veç e kanë pas që s'jam të kuptu në shka duhet me bu. Shko dhe, shko 11. Dhe me thonë e kam fjallën për shaltera, jo në për... Edhe pas emisionit, pas shumë që e kanë po njerëzit më kanë përkra, sidomos... Emisioni ka pas një shikueshmëri jashtëzakonisht madhe dhe komentet pothuajse të gjitha kanë qenë pozitive, nuk ka pas ndonjë koment negativ, për shkak se besoj që mund të ketë ndonjë koment negativ në kësi raste kur njeriu kërkon dokument dhe thotë ja ku jam, dua dokument që të lëviz, të punoj. Edhe kështu ka qenë edhe rasti jot. Po megjithatë emisioni ka ndikuar për të mirë. Një farë forme i ke pas dyrë të hapun edhe besoj falë emisionit ti je me dokumenta. Falë emisionit tënde, unë jam sot me dokumenta dhe janë shumë një shumicë e madhe në komunën e Gilonit. Dhe me thonë, shumë një pjesë nuk muj me cek një farë shifre, njerëzve po shumica janë pajis me dokumenta falë emisionit tënde. Edhe për atë arsye ku marrë rrugën për qytetit Gilon me ardhë më të falemderu për ato që ti e ke bu për mu kjo konë mundësia jote vetme, unë e ku marrë jam drejtu dhe po besoj që ja ka vlet me ardhë me të falemderu për këtë. Po, nëse emision gjithmonë e kemi derën e hapur për njerëzit, për rrëfimet të tyre personale, shpeshherë ndodh që kur ti transmetojmë emisionet, na shkruajnë a janë këto rrëfime reale apo jo, sepse ka raste që edhe dyshojnë njerëzit. Por megjithatë ti nisesh edhe nga vetja kur na ke shkruajt edhe ke ndarë rrëfimin me ne që të gjitha rrëfimet janë reale edhe ne kemi një farë kohë që i zbulojmë persona që dojmë i marrë në emision se a janë rrëfime reale, a jo. Kështu që studia jonë është e hapën për të gjithë personat të cilët dojnë me rrëfy për jetën e tyre. Me qenë se ne jemi vetëm si emision edhe shikojmë shumë, ne nuk kemi ndoshta kompetenca në komunë apo në vende tjera se ndoshta dikush e shef emision edhe thotë shkoj te ky emision se ky mi rregullon dokumenta në komunë, po asese ne jemi si studie e hapun edhe njerëzit vinë t'i tregojnë hallet e tyre, rrëfimet e tyre t'i ndajnë, edhe besoj që sikurse rasti jot këto ndikojnë edhe ju hapën dyert e suksesit të gjithëve. Po megjithatë, cili ka qenë momenti kur të lajmëruan se jeni bërë me dokumenta edhe si u ndjeve? Ka qenë me të vërtet një festë e madhe për ty? Jo veç për mu, për komplet familjen teme, mirë, po këtu ka ndodhur për në me ka ndodhur një sanë interesant. Para një muje, do me thonë, këtu para forësisht i ka një muj ditë, që më kanë thirrë, do me thonë, pe Prishtinës, kanë thonë që dush me arme në intervistë ku e di unë, edhe ku më shku në atë intervistën, mas një 2-3 dite mas asaj, më kanë thirrë për mu fotografu dhe për me marrë të njoftimit. Po, në këtyre procedurave, a kishe dyshime ti, mendoje që do t'i merresh dokumentat apo sikurse herave tjera? Qatë shumë më koni dëshpërumën. Për deri në atë moment që e ku marrë të njoftimit, do të thonë nuk i kom besu askujt. Për shkaqe që mu ka dasht nuk e di, një dekadë ose 2 dekada me mu marrë veç me një punë. Qash mu pa ta lodhë, mo ty. Nuk mu isha mu as me kuptu, a është për një me apo jo. Tash, te na që kjo pak komentohet, pak negativisht. Se njerëzit mujnë me thonë, nuk është që ke buku me di se qka. Po për mu konë shumë qka. Jo për mu, për 14.000
banorët të Luginës Preshevës që jetojnë dhe veprojnë në Gilan, për ata është gjithçka. Veç ata e dinë se çka është kjo. Për mërgata mos flasme, domethënë. Mërgata shkojnë në mërgim edhe ëndrat edhe jetën e dojnë në Kosovë. Edhe kur të vinë, kjo është njëna prej atyre që i kthem mbrapa dhe ja hupi jetën edhe një herë më shumë. Kështu që mu më kanë falenderuar gjithë ata që nashti pas kam pas me orë me një emision, pa e kam pas, është, që me thonë, frika, ose sa po ndikon, kush po lëndohet, kush po lëndohet. E kam problem edhe njerëzit të paraqiten në emisione për shkak se... Ndërsa unë se kom pas problem se kush po lëndohet, se në fakt jam po ma lëndu me unë. Nuk kon që jam bo shumë marak për institucionet në Gilan, apet, edhe kështu edhe pse jam pa ish me dokumenta, prap, nuk është një farë mendimi që sa dura me shku dhe mi u falemndru aty, nësa ata u dasht me kohë me kry këtë punë, nuk u dasht me arë puna deri në për emisiona, në për intervista, poshtë e nalë, me gjitha ato, falemderit për teje, për emisionit tënë, falemderit tash edhe për atyni që, për në me më kanë të regu se ku duhet me kry punë, kështu që falemderit për ketë njerëve, ata që më njohin, e falemderit shumë edhe Shushnin, sidomos e kam një shok special, është një farë Musa, ata e falemderit shumë që ai të në kohën më kanë dëgju, kërë i më kohë i këto holla, para se me morë letër njoftimin, dhe me thonë, ai më kanë ngu si fëmija, për shkak që njëjtin problem, parafërsisht e ka dhe ai. Fitem, na përshkruani krejt në fund momentin që mort lajmin që ti je bo me dokumenta identifikues. Qysh me ta përshkru? është një përshkrim, një diçka sigur, është një farë lloj komunipi njerëzit të thonë, ka pas një vdekje klinike, ai nuk ma shumë u gëzu kur u qu se sa që ka lind. Edhe unë ma shumë kur kom lind nuk e di, se si më gëzu kur kom lind, ma shumë më gëzu kur e kom marrë letër njoftimi se sa që kom lind. Atëherë një mesazh krejt në fund për gjithë shikuesit tanë që na shikojnë në emisionin Rrëfimjete. Për shikuesit falenderoj shumë gjithë edhe ata që e kanë përcjellë emisionin tonë dhe sidomos intervistat e mia. Faleminderit për ata që i kanë komentuar mirë edhe i falenderoj këtë njerëzit që domethënë që kanë më njohin për rrethinem. Megjithatë e faleminderit edhe për institucioneve më në fund që kanë reaguar ashtu shpejt, po njëkohësisht kisha pas një mesazh me çute të institucionit, sidomos po foli për komunën si Lozvi, le t'i marrin njerëzit më serioz, le t'i marrin ata që kanë halle, edhe le t'i orientojnë, edhe le t'i kallëzojnë se çka duhet. Mos t'i maltretojnë njerëzit se është një diçka personale e vetja që s'u jamon kërkosh. Faleminderit shumë e të dëshirojmë sukses. Faleminderit shumë e vijuar. Dashur miq, këtu kemi përfunduar bisedën me Fitim Bajramin, një histori e rikthyer në studion ton, po megjithatë me një sukses të jashtëzakonshëm. Ne dëshirojmë Fitimit jetë të gjatë dhe të shëtisë gjithandej për shkak se 35 vite ka qenë pa dokumenta. Ju vazhdoni të qëndroni me ne dhe na shkruani në rrjetet tona sociale. Historia juaj është histori e neve këtu në studio dhe gjithë shikuesit tanë. Deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.